Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Ministri Karakaçi dhe ambasadori i Gjermanisë kanë firmosur ditën e djeshme 3 marrëveshje me vlerë totale 114 milion euro që do të investojnë në sektorin e energjisë në vendin tonë sipas parimeve të eficiencës së energjisë. 114 milion euro do investohen në sektorin energjetik për gjatë viteve në vijim. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi dhe ambasadori gjerman në vendin tonë firmosën marrëveshjet e financimit prej 90 milion euro kredi dhe 24 milion euro grant, teksa në një prononcim pas ceremonisë së nënshkrimit, Karakaçi ndau projektet ku do të investohet. Sipas ministrit, projektet përfshin sistemin e transmetimit, hidrocentralin e Vau të Dejës dhe rikonstruksionin e godinave të konvikteve të qytetit Studenti, pas parimeve të eficiencës së energjisë. Marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, bëjmë digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Vau të Dejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri me ndihmën e KFV-s dhe qeverisë gjermane ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KFV për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studenti dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës së energjisë së konvikteve për studentët. Ndërkaq ambasadori gjerman vlerësoi bashkëpunimin me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa shtoi se investime të tilla bëhen për të përfituar populli shqiptar. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit të energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit Studenti në Tiranë. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar. Këto nuk janë investimet e vetme të financuara nga KFV gjermane në sektorin energjetik, teksa fushat të tjera ku Gjermania ka dhënë mbështetje financiare janë menaxhimi i mbetjeve, trajtimi i ujërave të ndotur e të tjerë. Nga ana tjetër, Kesh ka aplikuar për licencimin në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga impjanti fotovoltaik që po ndërtohet në digën e Zadejës në hidrocentralin e Vau të Dejës. Impjanti do të ketë një fuqi të instaluar prej 8.25 megawatësh. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka aplikuar pranentit rregullator të energjisë për licencimin në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga impjanti fotovoltaik që po ndërtohet në digën e Zadejës në hidrocentralin e Vau të Dejës. Impjanti do ketë një fuqi të instaluar prej 8.25 megawatt, teksa licencimi është një hap drejt vënies në operim të parkut fotovoltaik, pasi licenca e prodhimit është një nga procedurat e nevojshme përpara fillimit të aktivitetit të centralit. Projekti për ndërtimin e impjantit fotovoltaik në digën e Zadejës u tenderua nga Kesh në vitin 2023 me një fond limit prej 837.1 milion lekësh. Kontrata u konceptua në 4 faza, duke përfshirë hartimin e studimit të fizibilitetit, projektimin dhe sigurimin e të gjitha lejeve të nevojshme, ndërtimin e centralit, testimin dhe vënien në punë si dhe mirëmbajtjen për një periudhë 2 vjeçare. Impjanti Zadejës do jetë centrali i dytë fotovoltaik i zhvilluar nga Kesh mbi infrastrukturën e hidrocentraleve të tij, pas parku diellor me fuqi 5.14 megawatt në digën e Qyrsaqit. Sipas Kesh, investimi synon diversifikimin e portofolit të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme dhe rritjen e shfrytëzimit të infrastrukturës ekzistuese të kaskadës së Drinit. Rreth 417 milion euro detyrime të bizneseve janë fshirë deri në këtë moment nga administrata tatimore dhe doganore, ndërsa numri i bizneseve që kanë përfituar deri në këtë moment kalon mbi 165.000 biznesa. Administrata tatimore dhe doganore ka fshirë deri më tani afro 39 miliard lek apo 417 milion euro detyrime të bizneseve, ku përfshihet principal, gjoba dhe kamat-vonesa, proces nga i cili kanë përfituar në total 165.520 biznese. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, konkretisht detyrimet e fshira pa kusht nga administrata tatimore regjistrohen në vlerën e 29.7 miliard lekëve dhe përfitues janë 121.630 tatim pagues, ndërsa sa i takon detyrimeve me kusht,
që i përkasin periudhës 2015-2019, pra kur është paguar 50% e principalit nga ana e tatim paguesve dhe kanë përfituar faljen e pjesës tjetër si dhe fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave, rezultojnë të jenë falur apo fshirë nga sistemi 8.6 miliard lekë dhe përfitues kanë qenë 43.366 tatim pagues. Sa i takon detyrimeve doganore të bizneseve, rezulton se administrata doganore ka falur afro 505.4 milion lekë detyrime pa kusht, proces nga i cili kanë përfituar 262 biznese, si dhe janë falur 168.5 milion lekë detyrime me kusht, ku kanë përfituar 260 biznese. Tek detyrimet pa kusht përfshihen ato më të vjetra se 10 vjet, ndërsa tek ato me kusht janë detyrime që janë më të reja se 10 vjet. 30 qershori ka qenë afati i fundit për tatim paguesit të cilët mund të përfitonin nga falja me kusht e detyrimeve të prapambetura, duke paguar vetëm 50% të principalit për detyrimet tatimore doganore që i përkasin periudhës 2015-2019. Ndërsa deri në dhjetor 2026 do të kenë mundësinë që të përfitojnë sërish, por duke paguar 75% të principalit dhe do të përfitojnë 25% falje të detyrimit, si dhe fshirje të gjobave dhe kamatvonesave. 31 dhjetori është gjithashtu afati i fundit për pagesën e 100% të principalit nga ana e subjekteve, për të përfituar fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave për detyrimet tatimore të periudhës 2020-2024. Sa i takon paketës së paqes fiskale, sipas Ministrisë së Financave, në total janë 62 aplikime dhe 19 marrëveshje të konkluduara. Vetëm për paqen fiskale rezultojnë 15 marrëveshje dhe për paqen fiskale plus rivlerësim të pasqyrave janë 4 marrëveshje. Shqipëria vazhdon që të klasifikohet nga Banka Botërore si një vend me të ardhura të mesme të larta. Klasifikimet përdoren gjërësisht nga qeveritë, studiuesit dhe organizata ndërkombëtare për të krahasuar zhvillimin ekonomik të vendeve. Banka Botërore ka publikuar klasifikimin e saj më të fundit të ekonomive sipas nivelit të ardhurave, ku Shqipëria vazhdon të renditet në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta. Klasifikimi bazohet në të ardhurat kombëtare bruto për frym, sipas metodologjisë Atlas dhe është pasuruar edhe në një analizë të publikuar nga Visual Capitalist. Në përditësimin për vitin fiskal 2027 pritet që Shqipëria të bëjë pjesë në të njëjtën kategori me një pjesë të vendeve të rajonit. Në total nga 218 ekonomi të analizuara, 59 klasifikohen si vende me të ardhurat të mesme të larta, 87 si vende me të ardhurat të larta, 47 me të ardhurat të mesme të ulta dhe 25 me të ardhurat të ulta. Sipas Bankës Botërore, një ekonomi konsiderohet me të ardhurat të mesme të larta, ku të ardhurat kombëtare për frym variojnë nga 4.636 deri në 14.375 dollar. Këto pragje përditësohen çdo vit duke marrë parasysh inflacionin, kursin e këmbimit, popullsinë dhe të dhënat më të fundit mbi prodhimin ekonomik. Klasifikimet përdoren gjërësisht nga qeveritë, studiuesit dhe organizatat ndërkombëtare për të krahasuar zhvillimin ekonomik të vendeve dhe për të orientuar politikat e zhvillimit. Përditësimi këtij viti solli 6 ndryshime në renditje. Jordania, Mikronezia, Filipinet, Sri Lanka dhe Vietnami kaluan nga grupi i vendeve me të ardhurat të mesme të ulta në atë të vendeve me të ardhurat të mesme të larta, ndërsa Togo u ngjit nga niveli i të ardhurave të ulta në grupin e vendeve me të ardhurat të mesme të ulta. Megjithatë, Banka Botërore thekson se ky klasifikim nuk pasqyron plotësisht mirëqenien e qytetarëve. Dy vende mund të jenë në të njëjtën kategori të ardhurave, por të kenë nivele shumë të ndryshme pagash, kosto jetese, pabarazi ekonomike dhe fuqi blerëse. Për këtë arsye, grupet e të ardhurave shërbejnë si një tregues i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik dhe jo si një matës i drejt për drejt i standardit të jetesës. Treguesi i ndjesisë ekonomike ka rënë me 1 pikë përqindje në muajin korrik të këtij viti, por vlera qëndron në 5.4 pikë përqindje mbi mesatare në afatgjat. Treguesi i besimit konsumator ka regjistruar një vlerë më të lartë me rreth 2.2 pikë përqindje. Treguesi i ndjesisë ekonomike ra me 1 pikë në muajin korrik, por vlera qëndron 5.4 pikë mbi mesataren afatgjat. Referuar vërtetimit të Bankës së Shqipërisë, reduktimi i këtij treguesi u përcaktua nga rënja e besimit në të gjithë sektorët e biznesit, ndërsa treguesi i besimit konsumator regjistroi rritje. Treguesi i besimit të industrisë ra lehtësisht me 0.8 pikë përqindje në muajin korrik, ndikuar nga vlerësimet më pak optimiste për kontratat porositëse të eksportit. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për prodhimin, punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë në rënje krahasuar me ato të një muaji më parë.
Treguesi besimit në ndërtim ra me 4.6% në muajin korrik, por qëndron rreth 6% me mesatare në afatgjat, pritjet për çmimin e të ardhmen janë në rritje. Treguesi besimit në shërbime ra me 2.4%, ndërsa pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë në rritje. Treguesi besimit në tregti u reduktua me rreth 3.2% në muajin korrik, ndikuar kryesisht nga vlerësime jo optimiste për ecurinë e biznesit, edhe treguesi i punësimit në të ardhmen dha kontribut rënës për në mas më të ulët. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar në rritje. Ndërkohë treguesi besimit konsumator regjistroi një vlerë më të lartë me rreth 2.2%, pasi konsumatorët vlerësuan lehtësisht me rritje të gjithë komponentët përbërës të treguesit, vlerësimin e situatës ekonomike të vendit, situatën e tyre financiare në të ardhmen, si dhe bleret në shuma të mëdha aktuale dhe në të ardhmen. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë. Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkon që të investojnë në Shqipëri, por përballet me pengesa fiskale dhe mungesë të mbrojtjes ligjore. Ata thonë se interesi ekziston, por klima e biznesit ende nuk ofron garancitë e nevojshme për investitorët nga jashtë vendit. Interesi i sipërmarrësve shqiptar në Shtetet e Bashkuara për të investuar në Shqipëri mbetet i lartë. Megjithatë, sipas sipërmarrëses Marcela Biauçak, shumë prej tyre e shohin investimin kryesisht si blerje prone, por jo si ngritje biznesi, ndërsa hapja e një aktiviteti në Shqipëri shoqërohet me sfida të shumta. Do të thoya mazhoranca e sipërmarrësve që flasin, vende të ndryshme që kanë bërë, kanë të njëjtën gjë, duan të investojnë, po kur flasin për investim, shumë njerëz e marrin sikur do blejnë një pronë. Të blesh një pronë nuk është investim. Është mbase një ripërdorimi paras, që mos i ulet vlera, sepse ka eksperiencë që vlera e një prone rritet dhe në një farë mënyrë po ruan vlerën e paras ose dollarit. Por duke qenë se shumica e shqiptarëve në Amerikë, po flas paktën për Amerikën sepse aty jetoj dhe ka më të njohur, janë bërë shtetas amerikan. Ti je shtetas amerikan, kudo në botë të jesh, duke qenë se je shtetas amerikan, ti ndonjëherë taksohesh dy fish. Dhe bën pak të vështirë për sipërmarrësit shqiptar të hapin një biznes në Shqipëri, ku do jetë më e komplikuar se të hapin një biznesi në SBA, do ke procese më të mëdha raportimi për taksat që i bëhet qeverisë amerikane, mund të taksohen dyfisht, edhe pse ka mënyra, pra po të kenë punonjësit e dur, specialistët e dur të taksa, ka mënyra që ti mund të kesh ulje në taksa. Sipas sipërmarrëses, për shqiptarët që kanë marrë shtetësinë amerikane, investimi në Shqipëri bëhet edhe më kompleks për shkak të procedurave të raportimit fiskal dhe detyrimeve që lidhen me sistemin tatimor amerikan. Ndërsa thekson se me këshillimin e dur profesional, këto vështirësi mund të menaxhohen, por procesi mbetet më i ndërlikuar se sa hapja e një biznesi në SBA. Dhe thënë drejtën, akoma Shqipëria nuk është e hapur dhe ta bëjë të ketë një mbrojtje ligjore të sipërmarrësit, sepse ne dëgjojmë lajme, të shikojmë që ndonjëherë për bler prona dalin falsifikime dokumentash. Duke qenë se nuk ka akoma kontrolle për një popullsi të diasporës dhe sipërmarrësve shqiptarë të vinë, është bërë vështirë, sepse unë njoh plot kompani që dhe janë munduar të hapin dhe kanë falimentuar, sepse është sistemi i tillë që nuk është krijuar për të mbrojtur një sipërmarrës që vjen nga jashtë. E shikojnë si, hey, ky ka para, edhe marrin avantazh, në vend që të jetë i hapur dhe të krijojnë programe për t'i ndihmuar. Forcimi i garancive ligjore dhe mbështetja institucionale do të ishin hapa të rëndësishëm për të tërhequr më shumë investime nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Kriteri financiar është një ndër kryesorët që është marrë për bazën e artimit të reformës administrative o territoriale në vendin tonë dhe që mund të rrezikojë shkrirjen e disa bashkive në Republikën e Shqipërisë. Një ndër kriteret kryesore mbi të cilat është hartuar reforma e re administrativo-territoriale, ku 15 bashki janë projektuar të shkrihen, është ai financiar. Sipas draftit të hartuar dhe prezantuar, kriteri financiar funksional mat njëkohësisht dy elemente thelbësore: kapacitetin e bashkisë për të gjeneruar burime financiare dhe aftësinë e saj për t'i kthyer këto burime në shërbime reale për qytetarët. Referuar dokumentit, ky kriter ka rëndësi parësore për 3 arsye të ndërlidhura. Së pari, ai evidenton problemin e mandateve të pafinancuara, kur funksione si arsimi parashkollor, administrimi i pyjeve apo mbrojtja nga zjarri u transferohen bashkive pa burimet përkatëse financiare, bashkia merr përgjegjësinë ligjore, por jo mjetet për ta ushtruar atë, ose funksioni nuk kryhet në nivelin e duhur, ose bashkia bëhet më e varur nga transfertat e qeverisë qendrore. Së dyti, kriteri tregon mos përputhjen midis burimeve dhe kompetencave, e cila krijon një mos funksionim institucional të matshëm. Bashkitë me më pak se 10.000 banor kanë mesatarisht 12.6 punonjës administrate për 1.000 banor, ndërsa bashkitë mbi 150.000 banor kanë vetëm 2.2 punonjës për 1.000 banor. Kosto administrative për banor gati 6 herë më e lartë
pa u përkthyer domosdoshmërisht në shërbime më të mira. Së treti kriteri lidhet me ekonomitë e shkallës, kosto fikse administrative si paga, zyra, infrastruktura bazë dhe specialistët nuk ulen në të njëjtën mas me uljen e popullsisë. Ngurtësia buxhetore mesatare është 82.7% në bashkitë me më pak se 10.000 banor, kundrejt 60.1% në bashkitë me mbi 150.000 banor. Kështu në draft argumentohet se të marrë së bashku këto tre element krijojnë një zinxhir të qartë shkak-pasojë. Kur mungojnë burimet e mjaftueshme, mandati ligjor nuk shoqërohet me financimin e nevojshëm dhe bashkia e nis ushtrimin e funksionit nga një deficit strukturor. Kur mungon aftësia për shpenzim efikas, edhe burimet ekzistuese përdoren kryesisht për të mbajtur administratën në funksion. Kur mungon shkalla e mjaftueshme për efikasitet, problemi nuk është i përkohshëm dhe nuk lidhet vetëm me performancën një bashkie të caktuar. Sa më e vogël njësia vendore, aq më e lartë pesha e kostove fikse në buxhet dhe aq më e kufizuar hapësira për investime, zhvillim dhe përmirësim shërbimesh. Raporti del në konkluzion se në këto kushte bashkia mund të ketë kompetencë të njohur me ligj, por pa burime financiare, staf të mjaftueshëm dhe kapacitete administrative, veçqeverisja mbetet formale, nominale dhe jo funksionale. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur procedurën e prokurimit për realizimin e fazës së tretë të projektit Ferma e Dijes dhe Agroturizmit të Mollëve në qytetin e Korçës. Investimi është pjesë e programit për mbështetjen e poleve të zhvillimit integruar rural. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur procedurën e prokurimit për realizimin e fazës së tretë të projektit Ferma e Dijes dhe Agroturizmit të Mollëve në Korçë, një investim që synon ngritjen e një sistemi modern të bujqësisë inteligjente. Fondi limiti kësaj procedure është 16.999.000 lekë. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, investimi është pjesë e programit për mbështetjen e poleve të zhvillimit të integruar rural në partneritet me njësitë e vetëqeverisjes vendore. Projekti do të zbatohet në fermën didaktike dhe të agroturizmit të Mollëve në Korçë, e cila shtrihet në një sipërfaqe për rreth 24.75 hektarësh, e ndarë në 4 zona kultivimi dhe me afro 69.000 PM molle. Në qendër të investimit është ngritja e një sistemi të integruar të bujqësisë inteligjente, i cili do të monitorojë në kohë reale kushtet klimatike dhe gjendjen e tokës, duke ndihmuar fermerët dhe specialistët të marrin vendime më të shpejta dhe më të sakta për menaxhimin e kulturave. Sistemi parashikon instalimin e stacioneve meteorologjike, sensoreve të tokës, pajisjeve për monitorimin e insekteve dhe laboratorëve portativ për analizat në terren. Të gjitha të dhënat do të transmetohen në një platformë digjitale, e cila do të gjenerojë analiza dhe sinjalizime automatike për rreziqe të ndryshme, si ngricat, sëmundjet e bimeve apo nevojat për ujitje. Projekti përfshin blerjen e gjeneratorëve, të cilët do të përdoren për të rritur temperaturën në zonat e rrezikuara gjatë nitëve me ngritës. Dokumentacioni teknik thekson se të tre komponentët funksionojnë si një sistem i vetëm. Fillimisht sensorët dhe stacionet meteorologjike mbledhin të dhënat mbi temperaturën, lagështinë, rreshqet, erën dhe parametrat e tokës. Platforma digjitale i analizon këto të dhëna dhe gjeneron alarme automatike, ndërsa pajisjet termike dhe automjeti logjistik mundësojnë të hyrjen e menjëhershme në rast rreziku. Sipas projektit, sistemi do të përdoret jo vetëm për mbrojtjen nga ngricat, por edhe për planifikimin e ujitjes, menaxhimin e plëhërimit, monitorimin e sëmundjeve, si dhe përcaktimin e momentit optimal të vjeljes së prodhimit. Me këtë investim, ferma didaktike dhe e agroturizmit të Mollëve në Korçë synon të shndërrohet në një model të bujqësisë zgjuar në Shqipëri, duke kombinuar teknologjinë, monitorimin digjital dhe ndërhyrjet në terren për të rritur produktivitetin, për të ulur humbjet nga faktorët klimatik dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të frutikulturës. Me nisjen e vitit të ri shkollor, nxënësit e klasave të para, të 6-ta dhe të 10-ta do të mësojnë me 180 tekste të reja pjesë reformës së re të kurikulave, ndërkohë që Ministria e Arsimit synon të shtrijë procesin në të gjithë klasat deri në fund të vitit 2029. Reforma kurikulare do të sjellë në sistemin arsimor 180 tekste të reja për nxënësit e klasave të para, të 6-ta dhe të 10-ta. Zëvendës Ministria e Arsimit, Oriana Osmani, shprehet se reforma do të vijojë me klasat e tjera dhe përfundon në vitin 2029. Në shtator të këtij viti, ne nisim me tekste të përditësuara dhe të reja dhe janë rreth 180 tekste të reja për nxënësit e klasës së parë, të 6 dhe të 10. Në vitin tjetër do të jetë klasa
klasa e 2, e 7 dhe e 11, deri në fund të vitit 2029, ku përfundon edhe reforma kurikulare. Lidhur me këtë reformë, gjatë këtij viti, janë trajnuar rreth 15.000 mësues dhe do të vijojë. Kemi vazhduar me trajnimin e mësuesve. Në fakt, në këtë vit, ne kemi arritur në shifrën rreth 15.000 mësues të trajnuar dhe sigurisht kjo shifër do të vazhdojë të shtohet deri në fund të vitit 2026. Kemi miratuar programin e zhvillimit profesional të mësuesve për vitin 2026-2028 dhe sigurisht që ky trajnim dhe ky zhvillim profesional i mësuesve është i fokusuar në kurrikulën e re. Zhvillimi profesional i mësuesve ka filluar në fakt përpara 2 vitesh. Këtë vit ne jemi fokusuar dhe kemi marrë edhe mendimet e mësuesve se çfarë do të ishte më mirë për të marrë ata trajnim, ku duhet të fokusohemi ne si ministri dhe cilat duhet të jenë politikat që duhet të zbatohen për sa i përket zhvillimit profesional të mësuesve. Sipas Osmanit, një element kyç ku mbështetet trajnimi është rritja e aftësive digjitale të mësuesve. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen një ndërhyrje të koordinuar për blerjen e jenit, duke konfirmuar një veprim të rrallë dypalësh për të ndaluar rënien në nivelin më të ulët të 40 viteve të fundit të jenit japonez. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara kryen një ndërhyrje të koordinuar në blerjen e jenit dhe nuk do të hezitojnë të ndërmarrin veprime të mëtejshme, tha Ministria Japoneze e Financave, duke konfirmuar një veprim të rrallë dypalësh për të ndaluar rënien e jenit në nivelet më të ulta 40 vjeçare. Ky veprim nënvizoi vendosmërinë të dy vendeve për të parandaluar që një shitje jene dhe obligacioneve qeveritare japoneze të shkaktojë pasoja globale, të tilla si shtimi i presionit mbi rendimentet tashmë në rritje të thesarit amerikan, thanë analistët. Ndërhyrja e përbashkët ishte para që nga veprimi koordinuar i vitit 2011 për të dobësuar jenin pas tërmetit shkatërrues në Japoninë lindore, presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara po ndihmonin Japoninë të mbështesë jenin si një shenjë miqësie dhe për të ndihmuar ekonominë botërore. Përveç ndihmës ndaj Japonisë si një aleat strategjik në Azi, ndërhyrja do të ndihmonte Shtetet e Bashkuara të adresonin shqetësimet mbi dobësinë e jashtëzakonshme të jenit që kompenson rritjen nga tarifat e Trump, thonë analistët. Në deklaratë, Ministria e Financave e Japonisë tha se ndërhyrja me Departamentin e Thesarit të Shteteve të Bashkuara për blerjen e jenit luftoi paqëndrueshmërinë e tepër dhe lëvizjet e çrregullta të jenit japonez në muajt e fundit. Jeni u rrit me më shumë se 1% në $155.2 pas njoftimit më i fuqishëm që nga fillimi i majit dhe shumë larg nivelit më të ulët 40 vjeçar, pranë 164 që arriti muajin e kaluar. Sekretari i Thesarit amerikan Scott Bessent thoi se Washingtoni nuk do të hezitojë të marrë pjesë në ndërhyrje të mëtejshme të përbashkëta. Spanja është një ndër vendet më të prekura nga zjarret. Kompania spanjolle e shërbimit pyjor Forecast ka vlerësuar se shuarja e zjarreve kushton rreth €19.000 për 1 hektar. Trungje pemësh të djegura, asfalt i shkrir, makina të djegura dhe ndërtesa të shkatëruara. Zjarret në Europën jugore po lënë në gjurmë shkatrime dhe po shkaktojnë miliarda euro dëme. Ekonomia e Spanjës në veçanti është në rrezik të përmbytet nga erët e hirit. Sipas sistemit të vëzhgimit të tokës Copernicus të Bashkimit Evropian, rreth 206.000 hektar pyje në Spanjë janë djegur tashmë këtë vit. Sipas Komisionit Evropian, ndikimi ekonomik i zjarreve në Spanjë në vitin 2022 arriti në afërsisht 7.1 miliardë euro, që përfaqëson rreth 4.5% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Kjo shifër pasqyron jo vetëm kostot direkte të shuarjes së zjarreve, por edhe pasojat ekonomike afatgjate të rimëkëmbjes së zonave të prekura, thanë ekspertët. Zjarret shpesh shkatrojnë ekonominë lokale dhe prishin tregtinë në rajone të prekura. Turizmi është gjithashtu i prekur rënd. Duke pasur parasysh varësinë e fortë të Spanjës nga turizmi, zhdukja e këtij aktiviteti në rajonet e prekura nga zjarret ka pasoja veçanërisht të rëndësishme ekonomike. Sipas Komisionit Evropian, kontinenti humbet rreth 500.000 hektar tokë nga zjarret çdo vit. Spanja, Greqia dhe Franca janë ndër vendet ku zjarret janë më të përhapura. Dëmi ekonomik shkon përtej humbjeve në turizëm. Ai përfshin gjithashtu humbjen e biodiversitetit, rënien e të ardhurave nga pyet, erozionin e tokës, infrastrukturën dhe pronën e shkatëruar, si dhe kostot e luftimit të zjarreve. Sipas shifrave zyrtare, shpenzimet për parandalimin e zjarreve në Spanjë ran nga 364 milionë euro në vitin 2009 me 144 milionë euro në vitin 2024.
Gjatë së njëjtës periudhë, shpenzimet vjetore për luftimin dhe shuarjen e zjarreve mbeten të qëndrueshme në rreth 417 milionë euro. Kompania spanjolle e shërbimeve pyjore Forscat ka vlerësuar se shuarja e zjarreve kushton rreth 19.000 euro për hektar. Gati 400.000 hektar pyje u dogjën në flak në Spanjë në vitin 2025, duke arritur në një kosto prej rreth 7.6 miliardë euro. Është ende shumë herët për të thënë se sa do t'i kushtoj Spanjës shuarja e zjarreve këtë vit. Hungaria po përballet me 5 ditë kritike, ka thënë kryeministri i vendit, ndërsa tharja e Danubit detyron mbylljen e centralit të vetëm bërthamor të vendit për herë të parë në më shumë se 4 dekada. Hungaria përballet me 5 ditë kritike, tha kryeministri Peter Magyar, ndërsa tharja e Danubit detyron mbylljen e centralit të vetëm bërthamor të vendit për herë të parë në më shumë se 4 dekada. Pjesë të mëdha të Europës janë goditur nga nxehtësia dhe thatësira zgjatur, duke ulur nivelet e lumenjve dhe ngritur shqetësime në lidhje me furnizimin me ujë, transportin lumor dhe prodhimin e energjisë. Pasditën e së dielës, termocentrali Paks prej 2 gigawatësh, i cili gjeneron rreth gjysmën e energjisë elektrike të vendit, funksiononte me mbi 10% të kapacitetit të tij, pasi Danubi, ujërat e të cilit përdoren si ftohës, ra në një nivel rekord të ulët. Autoriteti i ujit parashikonte që niveli i lumit, i cili rrjedh nga Gjermania në detin e Zi, do të binte më tej në ditët në vijim, po përballemi me 5 ditët më kritike që na presin, tha Magyar në një video në Facebook. Duke nisur nga tregushti, termocentrali Paks nuk do të prodhojë energji, ndërsa ditët më të nxehta prej 40 gradë Celsius na presin. Rrjeti elektrik, shërbimet tona publike dhe ne vetë do të përballemi me një presion të madh, tha Magyar, i cili ka paralajmëruar se termocentrali Paks, i cili drejton 4 reaktorë të ndërtuar në Rusi, mund të mbetet jashtë funksionit për javë të tëra. Ai tha se shkurtimet vullnetare të përdorimit të energjisë nga familjet dhe më shumë se 300 kompani të bëra pas një apeli qeveritar kishin ulur kërkesën me 400 megawatt, duke lehtësuar disi presionin në rrjet. Për momentin nuk ka nevojë për kufizime të detyrueshme në konsumin e energjisë për kompanitë, tha Magyar, duke shtuar se qeveria mund të vendosë kufizime që të hënën nëse është e nevojshme. Rënja e niveleve të ujit ka ndërprer gjithashtu transportin detar dhe turizmin në Hungari dhe ka shkaktuar kufizime në përdorimin e ujit në më shumë se 100 qytete dhe fshatra, përfshirë periferitë e Budapestit. Kriza mund të kushtojë Hungarisë 350 milion deri 630 milion dollar për shkak të çmimit në rritje të energjisë elektrike të importuar. Vendet e OPEC Plus kanë miratuar rritjen e kuotës së prodhimit të naftës për rreth 188.000 fuçi nafte në ditë, duke nisur nga muaji shtator i këtij viti. OPEC Plus përsëriti shqetësimin në lidhje me sulmet ndaj aseteve energjisë të Iranit. OPEC Plus miratoi rritjen e kuotës së prodhimit të naftës për rreth 188.000 fuçi në ditë, duke nisur nga shtatori, tha grupi prodhuesve në një veprim që përfundon heqjen e shkurtimeve vullnetare të prodhimit. Për shkak të ndërprerjes të eksportit nga Gjiri, Rusia dhe Kazakistani të shkaktuara nga luftrat në Iran dhe Ukrainë, rritjet e njëpasqyrshme mujore të OPEC Plus gjatë pjesës më të madhe të këtij viti kanë mbetur kryesisht në letër me pak ndikim në treg. Rritja e shtatorit e rënë dakord nga anëtarët kryesorë të OPEC Plus, Arabia Saudite, Rusia, Iraku, Kuvajti, Algjeria, Kazakistani dhe Omani, përfundon reduktimin gradual për 1.65 milion fuçi në ditë, e cila ishte rënë dakord fillimisht në vitin 2023, edhe pse burimet e OPEC Plus thanë para takimit se grupi mund të ndalojë rritjen e prodhimit për 3 mujorin e katërt. Deklarata nuk bëri asnjë referencë për atë që mund të binte dakord për 3 muaj të fundit të 2026-s. OPEC Plus përsëriti shqetësimin në lidhje me sulmet ndaj aseteve energjetike gjatë luftës Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit, duke thënë se ato ishin të kushtueshme dhe kërkonin shumë kohë për t'u riparuar dhe kështu kishin një ndikim në furnizim. Me rritjen e prodhimit të shtatorit, OPEC Plus ka ende një fuqinë around 8 shkurtimesh të prodhimit që zbatohet për shumicën e anëtarëve të grupit. Ato shkurtime për afërsisht 2 milion fuçi në ditë datojnë që nga viti 2022 dhe do të mbeten në fuqi deri në fund të këtij viti. OPEC Plus kryen një shqyrtim të kapacitetit të prodhimit të naftës së anëtarëve të saj, i cili do të përdoret për linjat bazë të prodhimit të vitit 2027, nga të cilat përcaktohen kuotat. Ajo përballet me bisedime potencialisht të vështira mbi kuotat e reja të prodhimit me disa anëtarë, përfshirë Irakun, që kërkojnë kuota më të larta individuale për të reflektuar kapacitetin e tyre më të lartë. OPEC Plus ka 21 anëtarë, duke përfshirë Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës së bashku me Rusinë dhe aleatë të tjerë. Në vitet e fundit vetëm 7 vendet kryesore dhe Emiratet e Bashkuara Arabe deri në largimin e tyre kanë qenë të përfshira në menaxhimin mujor të prodhimit. 7 anëtarë do të mbajnë takimin e tyre të radhës me 6 shtator. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.
Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.